Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka ndërmarrë një operacion të gjerë ajror kundër objektivave të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Siri. Në përgjigje të sulmit të 13 dhjetorit në Palmira, ku mbetën të vrarë 3 amerikanë, 2 ushtarë dhe një përkthyes, presidenti Donald Trump reagoi ashpër përmes rrjetit social Truth Social, duke deklaruar se bëhet fjalë për një hakmarrje shumë serioze, ndërsa paralajmërojnë se ata që sulmojnë amerikanë do të goditen më fort se kur më parë. Sekretarja amerikane i mbrojtjes bëri të ditur se forcat amerikane kanë kryer sulme ajrore të koordinuara për të eliminuar luftëtarët të ISIS, infrastrukturën e tyre dhe depot të armëve. Ai theksoi se ky operacion nuk përbën fillimin e një konflikti të ri ushtarak, por një reagim të drejtë për drejtë ndaj sulmit ndaj forcave amerikane, duke shtuar se çdo armik që kërcënon SBA-n do të përballet me pasoja fatale. Komanda qendrore e SBA-s konfirmoi se operacionet ishin në shkallë të gjerë dhe ushtrinë në disa zona të Sirisë, duke synuar objektiva strategjik të Shtetit Islamik. Sipas vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut, të paktën 5 anëtarë të ISIS, përfshirë një drejtues dhe një celul terrorist, u vranë gjatë sulmeve ajrore të kryera gjatë natës. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Sirisë, pa e komentuar drejt për drejt operacionin amerikan, deklaroi se shteti sirian mbetet i përkushtuar në luftën kundër Shtetit Islamik, me qëllimin që të mos ketë asnjë stret të sigurt për grupin ekstremist në territorin e vendit. Shteti Islamik, i cili në vitin 2014 pushtoi zonat e mëdha të Sirisë në Irak, vazhdon të ketë prani aktive, ndërsa personeli amerikan ka qenë shpesh në shënjesër për shkak të mbështetjes së koalicionit ndërkombëtar kundër terrorizmit.